Rozana dhe Gerta përfshihen në një debat të ashpër, i cili fillon me tone të larta dhe shpejt kthehet në një përplasje të vërtet plot me fyerje dhe akuza. Ti je një manipulatore e pa skrupull, i thot Rozana me nervozizëm, duke i hedhur një vështrim plot për çmim Gertës. Gjithmonë përpiqesh të futësh njerëzit në kurthe dhe pastaj bën sikur je viktim. Gerta, e tërbuar nga fjalët e Rozanës, nuk qëndron duar kryq. Mos guxo të më quash manipulatore. Në fakt, nëse dikush është shtrik këtu, ajo je ti. Ti i fut hundët kudo dhe nuk rri dot pa nxitur shere. Përgjigjet ajo me zë të lartë, duke bërë një hap përpara sikur do të përballej drejt për drejt me Rozanën. Situata bëhet gjithnjë më e tensionuar, ndërsa të dyja fillojnë të hedhin akuza të rënda kundër njëra tjetrës. Je një intrigante. Ti je aftë të mashtroni këdo, por jo mua. Vazhdon Rozana, ndërsa fytyra e saj bëhet e kuqe nga zemërimi. Gerta nuk e lë me kaq. Ajo qesh me ironi dhe tund kokën. Unë, mashtruese? Mos më bëj të qesh. Nëse ka dikë që luan lojë të ndyrë këtu, ajo je ti, Rozan. Të gjithë e dinë që nuk ke skrupuj dhe je gati të shkelësh këdo për të dalë në krye. Tensioni midis tyre rritet gjithnjë e më shumë, ndërsa të dyja shkëmbejnë shikime të ashpra dhe fjalë të rënda. Banorët e tjerë fillojnë të vëzhgojnë debatin me kureshtje, disa duke u përpjekur t'i ndajnë, e disa të tjerë duke pritur të shohin se si do të përfundojë ky konflikt shpërthyes.